30 qershor. Prehja e qiellit në zemërimin që po vjen. Sepse është e drejtë përpara Perëndis, t'u kthehet shtrëngim atyre që po ju shtrëngojnë, kurse juve që shtrëngoheni, të preheni bashkë me ne, kur Zoti Jezu Krisht të zbulohet nga qielli me engjëjt e fuqisë së Tij, në flak zjarri, për t'u hakmarrë kundër atyre që nuk njohin Perëndi dhe atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht. E 2 Thesalonikasve 1:6-8. Do të vijë një kohë kur durimi të Perëndis t'i vijë fundi. Kur Perëndia ta shohë që populli i Tij ka vuajtur për kohën e caktuar dhe kur numri i saktë i martirëve të jetë plotësuar. Zbulesa 6:11. Atëherë do të vijë nga qielli një hakmarrje e drejtë dhe e shenjtë. Bëre se hakmarrja e Perëndis mbi ata që e kanë munduar popullin e Tij, përjetohet nga ne si prehje, sepse është e drejtë përpara Perëndis, t'u kthehet shtrëngim atyre që po ju shtrëngojnë, kurse juve që shtrëngoheni, të preheni bashkë me ne. Me fjalë të tjera, gjykimi mbi ata që na shtrëngojnë ne është një formë hiri ndaj nesh. Ndoshta tabloja më e jashtëzakonshme e gjykimit si hir është tabloja e shkatërimit të Babilonisë te Zbulesa 18. Në çastin e shkatërimit të saj dëgjohet një zë i madh nga qielli. Gëzohuni përmbi të, o qiej, dhe ju apostuj të shenjtë dhe profet, sepse Perëndia, duke gjykuar kundër tij, ju dha juve të drejtë. Më pas dëgjohet një turmë e madhe që thotë: Aleluja, shpëtimi, lavdia e fuqia i përkasin Perëndisë tonë, se gjykimet e tij janë të vërteta e të drejta. Ai e gjykoi lavirën e madhe që çoi tokën në shturje me kurvërinë e saj dhe mori shpagim për gjakun e shërbëtorëve të tij, të vrarë nga duart e saj. Zbulesa 19:1-2, versioni së bashku. Kur durimi të gjatë të Perëndis t'i vi fundi, kur kjo epokë të marrë fund dhe kur të vi gjykimi mbi armiqtë e popullit të Perëndis, shenjtorët nuk do ta kundërshtojnë drejtësinë e Perëndis. Kjo do të thotë se shkatërimi final i atyre që nuk pendohen, nuk do të jetë shkak mjerimi për popullin e Perëndis. Mosgadishmëria e të tjerëve për t'u penduar nuk do t'i mbajë peng ndjenjat e shenjtorëve. Feri nuk do të jetë në gjendje t'i bëjë shantazh qiellit që të ndihet i mjeruar. Gjykimi i Perëndis do të miratohet dhe shenjtorët do ta përjetojnë lartësimin e së vërtetës si një hir të madh.